Zona o zotëri, jemi përsëri bashkë në studion e Politikos. Jam zbashku me themeluesin dhe rektorin e Kolegjit UBT, zotin Edmond Hajrizi, për diskutuar për shumë çështje që kanë të bëjnë me arsimin, që kanë të bëjnë me studentët, por që kanë të bëjnë edhe me UBT, dhe atë në një ditë shumë të veçantë, në një ditë kur Kolegji UBT, që është partner po ashtu i këtij emisioni, hap dyert për studentët, dhe në fokus kësaj radhe e ka rajonin, por jo vetëm. Zoti Hajrizi, mirë se keni ardhur në studion e Politikos dhe shpresoj që në këto minuta kemi mundësi flasim e të komunikojmë, por të japim mesazhe për shumë student, jo vetëm të Kosovës, por për te. Mirëmbrëma, kushtojmë faleminderit për ftesën, patjetër kënaqësi. Faleminderit për mundësinë. Thash UBT-ja ka hapur dyert për studentët për kësaj radhe një përqasje rajonale për te Kosovës. Cila është arsyeja? Po, kushtojmë natyrisht që UBT-ja është themelu me pasionin për me ndihmu Kosovës, me ndërtu Kosovën, me eduku tritë e Kosovës, me pas një kualitet edukimit për Kosovën. Domethënë, u bën gati 25 vjet ku ne kemi folë për qytetarën e Kosovës, për triun e Kosovës. Kemi thonë duhet mësosh, duhet studiojmë, duhet sjellim cilësi, na duhet sepse Kosovës i duhet e kështu me radhë. Mendoj tash mas 20 e sa viteve, është mirë që ne të zgjerohemi, të shkojmë përtej kufejve, të japim mesazhe edhe në nivel të gjithëkombëtar kryesisht në këtë rast, dhe ne kemi menduar që faza tjetër, niveli tjetër është që ne të marrim një përgjegjësi jo vetëm për edukimin, zhvillimin e trive në Kosovë, po të rritemi edhe të kemi kujdes të shtuar, fokus të shtuar edhe për të tjerët, edhe për regionin fokusi për rajonin që nënkupton jo vetëm Tiranën, por Shqipërinë, jo vetëm Shkupin, por Maqedoninë e Veriut, nënkupton jo vetëm Ulqinin e ato zona për gjithë malin e zi pjesën shqiptare, dhe natyrisht Preshevën, Medvegjen e Bujanovësit, nuk nënkupton vetëm mesazhe dhe vetëm slogane, nënkupton edhe ofertë, apo jo? Eksakt. Kjo është ideja, do të thotë se ne kemi pas edhe përpara studenta dhe kemi studenta shumë që kanë ardhur nga fusha, mirë po tash në këtë rast kemi dashur që ne përmes aktiviteteve tona, veprimeve tona, prezencës tonë më aktive përmes qendrave tona në këtu Troje, se ne kemi qendrat tona edhe në Shqipëri, edhe tash në Malzi, edhe në Shkup, edhe në pjesën e themi Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovësit, ne t'jemi prezent me një ndërlidhje më të fortë sa i përket afërsisë me tritë dhe me qytetarët e kësaj vendi, natyrisht edhe me një ofertë që ne i ofrojmë atyre një universitet apo një institucion i cili ka tash një reputacion botëror, kam diplomat përbashkëta me universitetet amerikane, me ato evropiane, ka diku një 500 universitete partnere, ka një pozicion dhe një rankim botëror, dhe tash atyre me një ofertë shtesë dhe me disa lehtësira të veçanta për këtë pjesë, ne ju ofrojmë që ata ëndrat e tyre për pjesën e inovacionit, për pjesën e cilësisë, për pjesën e ndërkombëtarizimit, për pjesën e profesioneve të kërkuara moderne, kështu me radhë, të i kenë dyert e hapura për kjo në kupton i mundsonit kursehen, i mundsonit të kenë diplomë ndërkombëtare, i mundsonit që këtë diplomë ndërkombëtare ta bëjnë në shtëpi ose afër shtëpisë. Eksakt, kjo është mesazhi, edhe kjo është ajo informacioni, edhe kjo është ajo afërsia që e lidhëm, se shpesh edhe nuk e kanë mirë të orientuar ose nuk e kanë pas informacion apo nuk e kanë përjetuar afërsinë që ne kaq afër e kanë dikon që vërtet ka punu shumë që sot të ndihemi mirë, krenar, po edhe të pozicionohemi në nivelin ndërkombëtar. Tani kur flasim për këtë afërsinë, se besoj që është me shumë interes për publikun edhe kur po i ndjekim edhe këto pamje të promos. Kjo nënkupton afërsia në Prishtinë dhe në objekte tjera të universitetit, të cilat janë në troje të ndryshme të Kosovës, apo nënkupton që të kenë edhe Shkupën, Tiranën dhe shërbime tjera që ne i ofrojmë andej tek regioni përmes qendrave të inovacionit apo trajnimeve, certifikimeve, zhvillimeve dhe partneritetit që kemi. Do të aktivitete edhe atje? Edhe atje, po kryesisht e pjesa akademike këtë vit do t'jetë vetëm të këtu, ndërsa pjesa akademike për regionin do të vazhdon të shkoj përtej Kosovës edhe në trojet tona shqiptare ku ato ekzistojnë. A dihet pak a shumë
sa ka qenë numri i studentëve që kanë ardhur nga rajoni edhe si ka variuar kjo me kalimin e viteve, zoti Hajrizi? Po ne dikon të kemi rreth 500-600 student që vinë nga Shqipëria, që kemi student aktual, kemi edhe natyrisht një numër që nuk e di sakt që vinë kryesisht nga Presheva Medvegja, kemi pas Bujanovci gjithherë, vazhdimisht një rrjedhje të mirë të besimit, të bashkëpunimit edhe të studimeve. Kemi një numër shumë të madh që vinë nga Malizi, nga Ulqini, që vinë të studiojnë në Kosovë, edhe natyrisht kemi një numër të caktuar edhe nga Maqedonia e Veriut. Po që gjithsesi mirë, po s'ka qenë fokusi jonë, fokusi gjithë ka qenë pak a shumë fokusi për shkollat tona, për qytetarët e Kosovës, e kështu me radhë, domethënë ka qenë kështu një fokus intensiv, edhe pse për këtu treva gjithëherë kena pas bursa, po edhe kena pas mbështetje, po kena pas një farë mënyrë, një farë limitimin në pjesën tonë. Tani, po japëm këtë ngjyrë tash. Pra mesazhi është që t'ju themi studentëve edhe t'ju themi të rinjve se do të trajtohen të gjithë barabartë. Eksakt, të trajtohen të gjithë barabartë. Jo shihen dokumentacionet, shtetësia, çështje tjera, të cilat janë administrative, të cilat do të mund të pengonin me një farë forme. Eksakt, edhe shtrirja e aktiviteteve, edhe jashtë-kurrikulare, edhe aktivitetet tjera që lidhen me ndërmarrësinë, me startupet, me inovacionin, me teknologjitë moderne, me kompetenca ndryshme të punës që gjatë studimeve, ne tash do t'jemi aktive edhe atje ku janë ata. Do thotë nuk do t'jenë vetëm në Kosovë, po do të shtrime. Dhe kjo shtrirje, kjo ndërlidhje, faktikisht atyre ju mundson një edhe të marrje të kompetenca diplomave të mirëfillta, por njëkohësisht edhe të mundësisë që edhe në zonat e veta të kenë mundësi të shtrihen tematikat e startupeve, tematikat e qasjeve inovative ku ata mandej bashkë me komunitetin mund edhe të zhvillojnë dhe zgjerojnë, po duke u lidh me ndërkombëtarizimin. UBT-ja ja sjell te shtëpia ose afër ose bashkë që të themi qasje globale, po me një veprim lokal, të cilën faktikisht ndoshta shpesh edhe ka mungu. UBT-ja si një lloj mbiemri, por edhe natyrisht në akronimin kryesor e ka inovacionin, e ka biznesin, e ka teknologjin, i ka këto fusha me cilat është shuhet, por jo vetëm. Kjo nuk kupton që jo vetëm këto fusha do t'jenë si ofertë dhe si mundësi, por do t'jetë gjithë hallka e platformës së kolegjit, e cila do të afrojë nga ekonomia, tek biznesi, po them tek inovacioni, IT-ja edhe fusha tjera të cilat e ndërlidhin kolegjin. Faktikisht UBT-ja është një sinonim i praktikave të mira, i zhvillimit bazuar në praktika të mira, është sinonim i ndërmarrësisë, është sinonim i inovacionit, është sinonim i teknologjive moderne, që studentët tonë mos të ndihen inferior kur flasim për inteligjencën artificiale, kur flasim për gjeneratën 5G, kur flasim për struktura, mos të thonë, ekziston dikun në Shqipëri, në Amerikë apo në Gjermani. Domethënë, na i kemi thyr këtë barriere, kemi thyr këtë mendim, nuk ka më kështu. Domethënë, që ata që e sheh, e ka dikun, është edhe këtu. Domethënë, dhe këta na i ofrojmë tash afër, edhe me këta ne e ngrisim kualitetin e gjeneratave tonë, talentëve tonë, ju japëm një hapësirë, se talentet kanë nevojë edhe për një ambient që të zhvillohen. Nuk mund të zhvillohen vetëm se ata kanë një lindje, kanë një predispozit me u zhvillu, po duhet edhe më ja mundsu. E tash ne ja mundsojmë që ja kena mundsu dhe jena duke punuar çdo ditë që të kenë një gjenerat që të zhvillohet me më pak investime, me shumë mundësi të lehtësira që jeta e tij të jetë më e mirë, më e lehtë dhe ta ndryshon në një farë mënyrë edhe jetën e tij, po edhe jetën e kësaj. Dhe në këtë ekosistem, baza që quhet zhvillim, rritje, inovacion, teknologji, është mandej të lidhën me profesionet të ndryshme. Ajo është e lidhën e mandej me dikun 22 fakultete. 22 fakultete. Me 70 dikun programe studimesh edhe me dikun mbi 100 specializime. Do më thonë, është përfshi gjithë jeta e qytetarit dhe të gjithë ata që kanë pasion për
Median kanë media, në ata që dojnë me shku për studimet sigurisë, kanë sigurin, ata që dojnë me shku në shkenca politike, shkojnë shkenca politike, ata që dojnë me studiu juridikun, shkojnë juridik, ata që dojnë me shku të fushat e mjekësisë, shkojnë në fushat e mjekësisë, ata që dojnë me shku të ushqimi, shkojnë të ushqimi, të agrikultura, të inxhinieria, të aktrimi, të muzika, dhe më thonë, faktikisht ne i zhvillojmë mirë, po në kur të vjenë të muzika, do ta kupton që aty mbranda e ka laboratoret më moderne të muzikës. Që për cilën nga gjitha çështjet konkrete dhe praktike. Konkrete të praktike. Aty e ka fabriken, aty e ka strukturën, dhe faktikisht ne tash i themi ky akses nuk është vetëm për tritë e Kosovës, që padyshim është fokusi jon ka qenë dhe mbetet Kosova, po mendoj që është mirë që ne të njihemi të integrojmë. Edhe nga stafi që kemi mbi 1000 staf, gjithë këta staf vinë nga trojet të ndryshme shqiptare, dhe më thënë nuk janë vetëm nga Kosova. Ne kemi profesor që vinë nga Malizi, kemi profesor që vinë nga jugu i Shqipërisë, që vinë nga Macedonia Veriut, që vinë nga Përsheva, dhe thash nga kjo lidhje ndërkombëtare, atëherë në një farë mënyrë dojmë në të njëjtën frymë, pa nivelizime ta ndjejmë edhe të studime, ta shtrim edhe në nivelin e studime dhe studente, sepse kjo është edhe për të mirën e tonë që ata të njifem në njëri tjetrin, të shkëmbejnë dhe me diverzitet të pjesës e të zhvillimit tyre, dhe me këtë krijohet edhe një pasuri intelektuale, për të njëjtën kohë edhe njifemi më shumë, edhe bartemi më shumë, dhe bëhemi një farë një shkallë e lartë e konkurrueshmërisë temi në nivelin kombëtar, në anën tjetër kjo konkurrueshmëri madje në nivel ndërkombëtar. Mbi 1000 në punës në komplet UBT-n, që nuk kupton sa student në përgjithësi zoti Hajrizi, dhe sa ka rëndësi numri i studentëve, sa jepni fokus, po e quaj kështu sasis, apo fokusin e keni komplet tek cilësia? Po na kemi dikon rreth, besoj kontrata vjetore kemi dikon mbi 1500 staf tregu. 1500. Po. Dhe i kemi dikon 12.000 student aktiv. 12.000? 12.000, që aktiv quhen ata që janë pjesëmarrës aktiv gjatë studime dhe ka një numër të caktuar minimal të kredive. Dhe mbi këtë bazë, nëse krahason këta, kjo del se një staf me student është më pak se 10, që realisht është një raport shumë i mirë. Faktikisht, sipas statistikave nacionale të statistikat të Kosovës, ne raport student-staf e kena më të mirë në Kosovë dhe besoj edhe në troje shqiptare. Edhe kjo është diçka shumë e mirë që nënkupton se një profesor apo një individ ka mundësi të ketë një fokus në 10 studenta, që është një raport shumë i mirë në relacionet akademike, në raportet e indikatorëve të rankimeve apo vlerësimit cilësisë edhe shërbimit. Nëse i referohemi numri është në thojza i frikshëm 12.000, është aq i madh sa që natyrisht vendosim në një pikpyetje shembull të hapur zoti Hajrizi, sa mund të jetë funksionale kjo, me marr parasysh se bëhet fjalë për një kolegj privat, edhe nga ana tjetër 12.000 është numër kaq i madh që sa të kenë fokus gjithë, sa mund të jetë funksionale kjo dhe sa është e vështirë të menaxhohet një koncept i tillë. Po, të më thënë, nëse zbërthejnë 12.000 në 150 fusha të vogla caktume, ajo tani ndohet në fakultete, në departamente, në specializime, në formate të tjera, dhe faktikisht krijohet, ne kemi kriju dikon 22 fakultete, 22 dekan, prodekan, ose koordinator, menaxher, këshilla akademike, zyrtar cilësisë, formatet të ndryshme të cilat gjithë shtrihen mandej në kornizat e punëve të tyre, kampuse, ne kemi disa kampuse, ne kemi kampuset tona të cilat shtrihen në disa vende në Kosovë, që faktikisht me ata krijojmë një shpërndarje të vëllimit të studentëve dhe nuk është gjitha menaxhohen. Po gjitha menaxhohen, sepse ne përdorim praktika të mira të menaxhimit, ne njihemi për menaxhimin modern, njihemi si profesor të menaxhimit, njihemi si ekspert të menaxhimit, dhe gjitha ato praktika që edhe i legjerojmë edhe i përdorëm, dhe mbi bazën e saj ne jo rastësisht jemi zgjedhur për shembull te ekscelenca operative, te pjesa e menaxhimit, se jemi selektuar në 9 kompanitë më të mira në botë.
Do të thonë jena hy në një vlerësim botëror që nga European Foundation for Quality Management është organizata me reputacionin më të lartë botëror sa i përket vlerësimit të ekselencës së një organizate. Dhe në ato UBT-ja është futur. Do të thonë në atë listë në 2022-ën ne jemi në listë me Bosch-in gjerman, me kompaninë Bosch. Që është gigante që vjen nga Stuttgarti. Është kompania Huawei, kinezja. Jemi me një kompani nga Emiratet, jemi një nga Anglia, një nga Finlanda, edhe jemi një nga Austria dhe jemi një nga Kosova. Dhe më thonë, vinë auditorët të vlerësojnë për konceptin. Dhe më mendoj që këj modeli jonë që ne e quajmë UBT 5S, 5S-ja, Small, Smart, Self-Sustained Systems, është tani të e marrë një farë mënyre si model botëror dhe ne kemi pas, unë personalisht, mbi 100 vendet botës, kom qeni ftu me prezentu modelin ton të menaxhimit, qasjen inovative, qasjen e mençur, mënyrën se si ky ekosistem funksionon, sepse UBT-ja sot nuk e ka veç deget e studimet, UBT-ja i ka dikon edhe 80 funksione kompanish. Do më thonë, i ka spitalin, ka fabrika, ka farmaci, ka kompani softverike, ka media, ka këtë, dhe më thonë, faktikisht nëse i liston gjitha, është dikon një konglomerat i 80 funksioneve industriale që para se me shku dikon, studentët mund të përjetojnë funksionin industrial, funksionin e jetës dhe mandej përgaditën shumë ma mirë kur shkojnë të kjo pjesë. Ka 300 laboratore shkencore, 300 laboratore janë, ka gjashëm. Në një vend, dhe ne kur takomi me universitetet tjera, dhe i tregojmë që shënqër në këtë hapësirë, kemi një hapësirë të jashtëzakonshme, atër kjo na krijon. I ka të gjitha llojet të teknologjive të cilat mund t'i ndrosh ose t'i përjetosh. Çfarë do teknologjie që sot ti mundesh me përmend, unë të konfirmoj që e kena edhe nuk është vetëm që e kena, po jemi duke e zbatu, jemi duke e përdor. Është institucioni më i pari që ka të implementuar në plotni inteligjencën artificiale. Kjo është edhe si risi, do më thonë... Mund nga flisni pak më detajisht, çka nënkupton kjo? Çka saktësisht nënkupton? Çdo funksion në kuadër të universitetit ka në prapaskenë dhe aplikimin e inteligjencës artificiale. Edhe studimet, edhe hulumtimet, edhe analitiken, edhe shumë gjëra tjera, do më thonë, kanë në prapaskenë një skem edhe një teknologji që është e bërë. Për shembull, ne kemi, nëse don studenti, ose si vegël që e ka dhe studenti, që të ketë edhe profesora virtual, themi të bazum në inteligjencën artificiale. Një avatar, një profesorit, me të cilën 24 orë, për 7 ditë, ka me marrë një ligjerim nga ai profesor. E ai ekziston sot në UBT. Për çdo fushë, jo vetëm për një fushë, por gjitha fushat e jetës, ti mund ta zgjedhësh fushën, edhe mund ta zgjedhësh profesor. Tani parashtrohet pyetje sa është funksionale kjo, sa ndihmon kjo? Kjo ndihmon shumë. Në çka? Po për shembull, shumë e thjeshtë. Nëse studenti i gazetarisë, një prej tema kompetencave ka edhe intervistën. Si ta zhvillon një intervistë me një politikan. Edhe ka provimin në qershor tash. Atëherë, profesorin e ka taku edhe njëherë, profesorin fizik, themi. Kjo nuk kupton përtej ChatGPT-s, apo jo? Është përtej ChatGPT-s, është tash një pozicion, ku thotë që unë e kam London negotiation, edhe du që të prezentoj mënyrën se si unë du të vlerësohem nga AI, nga inteligjencë artificiale, që kur shkojmë provim të jemi gatshëm. Edhe ne, me platformën që kemi zhvillu, me këndon me boj intervistën me një politikan. Si e ka emrin politikani, ja vendos emrin të politikanit, vendos pozicionin se si dënë me u duk intervista, edhe fillon shtron pyetjen e parë, shtron pyetjen e dytë, ai ta kthen përgjigjen, shkon tretën, ta kthen përgjigjen të katërt, ta kthen përgjigjen, edhe mbyll intervistën. Pasi ta mbyllsh intervistën, ai thot, "Shiço, ke qenë mirë, po hyrjen nuk e ke bë bash mirë, zonin se ke pas mirë, pyetjet kanë qenë pak shumë të përgjithshme. Duhet edhe këto dhe unë mendoj që ti nga 100% ke mri me pas 42%. Edhe shko mëso edhe pak, sepse nuk je i përgatitur mirë në kompetencat që miren me pjesën e
intervistimit. Dhe ai përgatitet, merr pej 42 bën 60, bën 70, bën 80, edhe tash kur shkon në provim, jam shumë i bindur që ai saksin edhe e suksesit ka me pas shumë të madhe. Mbetëm edhe më tutje te kjo, se kjo është pak edhe atë çfarë përfshin si prekje njerëzore. Shembull intervistën nëse e morëm parasysh. Po unë dua dal përtej kësaj, a mund të ketë edhe a ka kontraefekte inteligjenca artificiale me që është kaq e përdorur tani natyrisht nga gjithë njerëzit, sepse është diçka që është pa asnjë diskutim që ka ardhur si inovacion edhe që po ju ndihmon njerëzit, po a ka kontraefekt në drejtimin shembull në arsim, në fusha të ndryshme, mund të ketë kontraefekt që t'i bëj studentët ndoshta më përtac, ose t'i bëj më automatik, t'i përqasën kësaj çështje. A e keni menduar? Pasurim time që unë i kumbo dhe përvojët që kam, unë mendoj që inteligjenca artificiale e rrit kreativitetin e individit. Ke parasysh kur fillon me bën intervistë, diçka mundesh me pyet edhe ai mund të gjeneron edhe ndonjë ide që ndoshta nuk e ke vet. Kjo nuk është negative, nuk të hub cilësinë e jetës apo të profesionit të cilën e ke. Mund ta shpejton procesin e raportime apo ndërlidhjes. Mirë po kjo nuk ta përmbyll dijen tonë që ti duhet me zhvillu. Përmbyll ciklin. Prandaj këtu duhet mos më keq kuptuar që inteligjenca artificiale nuk të bën ty magjistër të mediave, nëse nuk je magjistër i mediave, se ti duhet kalosh në për kompetencat apo dijet, për aftësitë e nevojshme për të bo mjek apo për të bo inxhinier apo kështu me radhë. Dhe tek atëherë mund të jesh përdoruesi mirë i dijeve që tani ekzistojnë, se ti ke aftësi edhe me i filtru cilat dije ty të duhen. Mirë po, nëse ti bën pyetjet e duhura, gjen rrugtimet mbi bazën e dijes që e ki, atëherë ke me pas një eficiencë dhe një efektivitet më të madh. Unë e marr një shembull shumë të vogël me gjet një tekst të një autori në një libër caktuar në bibliotekë. Ndoshta nuk ki nevojë më me shku fizikisht, ja shton pyetjen dhe ai thotë në këtë libër, në këtë faqe gjen diçka rreth temës që lidhet me paqen apo lidhet me krahasueshmërinë politike apo gjëra tjera. Dhe në këtë mënyrë faktikisht shpejtësia rritet, kreativiteti rritet, edhe rritet produktiviteti njerëzor me të cilën ne edhe kjo është një potencim që e bëj vazhdimisht që produktiviteti njerëzor është në ramje, dhe njëkohësisht është edhe popullata në ramje botërore. Dhe kur popullata është në ramje, produktiviteti human është në ramje, na presim rritje ekonomike, atëherë kush na mbulon këtë hapësirë? Këtë hapësirë na mbulon vetëm teknologjia. Dhe jo rastësisht ne jemi detyrimisht të lidhur me përdorimin e ngritjes më të lartë të automatizimit apo proceseve të cilat teknologjia na mbulon atë gap të produktivitetit. Përndryshe ne kena me pas ngjecje. Do na zaventësojnë robotët. Nuk na zaventësojnë, ne kemi nevojë për më shumë njerëz, po s'kemi. Domethënë ty nuk të zaventëson përkundrazi. Ti ke shumë nevojë. Jo, kuptimi na zaventëson. Nuk na zaventëson. Do e marrin një hapësirë të veçantë. Ata marrin hapësirën që ne nuk e mbulojmë. Po hapësira që kërkohet për zhvillim ekonomik, botëror, rritje ekonomike, ngritje cilësisë jetës, neve na vijnë më shumë njerëz. Na si kemi ata njerëz në përbot, ne na vijnë më shumë fuqi punëtore, na nuk i kemi. Atëherë me që nuk i ki, këta njerëz që punojnë që janë, duhet me pas edhe teknologji me vete, dhe na duhet mu përgatit për këta. Dhe meq, për shembull Emiratet, princi i Emirateve ka kriju universitetin për inteligjencë artificiale. Na nuk kem kohë me prit, dhe unë nuk kom prit, unë e kom dërtu komplet, e kom integru inteligjencën artificiale në krejt strukturën e universitetet, dhe natyrisht jo rastësisht mujna me konë edhe të partë në Evropë, dhe nuk ka kur gjatë keqe. Të partë në Evropë? Të partë në Evropë me një integrim të tillë. Nuk e ka kërkush një integrim të tillë në këtë po flas me përgjithësinë e plotë. Si ka qenë përqasja e institucioneve në raport me komunikimin që e ka me juve, me ndihmesën që duhet ta ketë me hapësirën, krijimin e kësaj hapësire, në raport me funksionimin e një modeli që është padyshim i veçantë, përse e takon arsimit? Na kemi nivelin që quhen kontrolla e cilësisë, sigurimi i cilësisë, menaxhimi i cilësisë dhe mandej edhe ekscelenca. Ne tash kemi rrinë ndoshta në nivelin e ekscelencës, nivele ku nuk kemi nalë veç me aplicojmë kushtet me marrë licencën, aplicojmë kushtet minimale me marrë akreditimin. Unë mendoj që ne jemi kemi tejkalu këtë nivel minimal të kërkesës që shteti e bën, shteti i ka mekanizmat e vetë që konfirmon që ti
mundesh me vazhdu studimet, je akredituar ose je licencuar dhe ato duhet mi kry, ka dhe kritere dhe na me shtetin i kem këtë relacion dhe këtë punë e kry me respektojme edhe jemi shumë të kujdesshëm. Por në këtë fazë na nuk e kem atë gajle, e na gajlen kryesore kem qysh muranku, sa ma shumë tash në nivellet botërore, qysh me vendos Kosovën në hartën botërore. Për shkak na kena arrit vjetë që si universitet i ndërmarrësisë, që quhet Entrepreneurial University, ne në Evropë të shpallemi universiteti dytë më i miri në Evropë. Kjo për mu kënaqësi kur ne e themi që ka Evropa shumë shtete, ka shumë universitete, me mija universitete, po t'je kënë zonë vendin e dytë në botë, në Evropë. Ne kemi arrit që Kosovën të afusim të teknologjit moderne, të inteligencë artificiale, është një rankim botëror, cilat 50 universitete janë më të mira, ne kena në zonë vendin e 26 në botë. Do më thonë, ne UBT është 26 në botë për Generative AI. Ne kena apliku në një rankim tjetër ku ka të bëjmë me industrin 4.0. Edhe jena dalë numër 6 në botë, prej 50 universitete më të mira që në zgjedhë, ne e jemi në pozitën e 6 në botë. Do më thonë, kemi fut Kosovën në teknologji, në inovacion, në ndërmarrësi, në cilësi, në shkencë, në rankimet botërore më të lartë. Dhe këtu e kemi hallin, këtu e kemi dëshiren, këtu e kemi motivimin që tash të arrisim numrin e studentëve regional, të arrisim andej faza tjetër do tjetë rritja e studentëve ndërkombëtar. Ne dëshirojmë që Kosovën ta bëjmë vend ku studentët ndërkombëtar vinë dhe studiojnë, dhe jo vetëm nga vendet që s'kanë mundësi. Sa është reale kjo? Është shumë reale. E tash këtu shteti mund të jetë një kontribues më i madh, që t'jep mundësinë të zgjerimit edhe të ketë mundësi që ne të rrisim, sepse me kriteret që kemi, me rankimet që i kemi, me çmimin që ofrojna, me cilësinë që ofrojna, numri i interesimit është shumë i madh. Dhe ne mund vërtet jo 12.000, po na mund t'i bëjmë 50.000 studentë. 50.000 studentë, sepse ka universitete edhe 50.000 janë 100.000. Dhe faktikisht kish me qenë e bukur, nëse në qytetin e Prishtinës, na kemi 20-30.000 studentë huj që vinë e studiojnë. E kur janë studiojnë ata janë dhe ambasador të Kosovës në vendet e ndryshme të botës. Dhe këtë mundësi na sot e kemi dhe ka shumë interes me ardhë. Mirë po, ka procedura e vizës, procedura e njohjes, procedura e numrit të limitum të studimeve shumë e tjera, të cilat duhet tash ne ta zhvillojmë, sepse realisht gjithë parakushtet janë që ta zhvillojmë turizmin e akademik në Kosovë, për shkak se tash nuk kemi më që veç marrëm e shkojmë dikun e livdome me një diplomë të ujën, na tash krenomi edhe pozicionomi me identitetin ton e që në fakt ka një reputacion global. Për te kësaj e fundit, por jo nga rëndësia, ju keni hapur, ka shumë vite që keni hapur shumë zyre dhe shumë natyrisht përfaqësi, laboratore, edhe në për Evropë, në për qendrat ndryshme. Po jo vetëm Evropë, unë me sa e di ju keni edhe në lindjet mesme, edhe në Dubai keni qenë aktiv, edhe në Vjen jeni aktiv, edhe në Gjermani keni qenë aktiv, edhe në për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në për Mbretëri të Bashkuar. Sa kanë qenë funksionale këto përfaqësi edhe sa e kanë ndihmuar gjithë funksionimin e këtij procesi arsimor? Po këtu janë funksionale, ato po kthehen në qendrat e UBT-s në përbot, po krijon hube, po krijon institute, po krijon kampuse, me të cilat do të ketë edhe se ka studime, trajnime, certifikime, projekte, inovacione, zhvillime të ndryshme, edhe ne po dojmë ju qasë globalisht tematike. Në moment dojmë që ne me këtë model, me këtë koncept që kemi, nuk kemi nevojë më frigu nga konkurrueshmëria dhe dëshirojmë të pozicionohemi në Londër që t'i qasëmi tregut global. Ne shkojmë në Emirate sepse Emiratet vinë, na kontaktojnë dhe thojnë është mirë që ju t'jeni edhe atje se na s'pas me qenë ka ditë një vlerë e shtume dhe me juve do të bashkunoj. Ne shkojmë në Vjenë sepse mendojmë që Evropa është një qasje ku ne ka ma shumë fonde, ka ma shumë projekte inovative, ka ma shumë shkencë, fonde për shkencë dhe ne mund t'ju qasimi tash me 400 doktorat shkencave, me 1.000 staf, me 500 universitete partnere, ne kemi vëllim me 300 laboratore që shumë probleme shkencore botërore t'i marrim edhe ne t'i trajtojmë. Dhe na duhet me qenë afer atyre vendimarrjeve, ne duhet me qenë afer atyre koncepte. Për çka konkretisht u kanë zili, zoti? Për cilët fushë, cilët drejtim? Për çka u kanë zili, shembull
në Britani të Madhe ose në Unë mendoj që na çka bojmë konceptin është pikërisht kjo çësia e shpejtë ndërmarrësore dhe interdisiplinariteti me ndërlidhje shumë të fortë të teknologjive të avancuara. Domethënë ky komplementaritet, kjo lidhje sistemore, ku teknologjia moderne lidhet me diversitetin e profesioneve dhe me një ndërmarrësi me çësie inovative nuk e kanë universitetet klasike, nuk mund ta bojnë. Nuk mund ta bojnë një qytet ton ku testohen gjëra të reja universitetet klasike, nuk kanë të drejtë, nuk kanë çaq burokraci të madhe se ato nuk e ndrojnë me pas një. Se kanë energjinë e duhur. Nuk është vetëm energjia, janë edhe kushtet ndryshme, domethënë me i bashku krejt me një vend, nuk kanë mundësi. Me ndërlidh shpejt mjekësinë me ushqim, me teknologji, me inxhinierin, me bu bashkë, me nejt me një tavolinë, është gati e pamundshme sepse ata kanë departamente, ata kanë profesora që ai ka autonomi, nuk do të mu lidhë dhe kështu me radhë. Ndërsa ne me që jetojmë në revolucionin e konvergjencës, atëherë themi po na kemi më pak birokraci, mund të shtyjmë gjanat, hajde ta bëjmë çato që të gjithë e ndrojnë. Domethënë ne jemi në një farë mënyrë realizimi i asaj që të tjerët e ndrojnë me bë, edhe për shkak birokracive shkojnë më ka dalë. Është ky model që ju e keni pa dikund që ju ka inspiruar, apo është diçka të cilën natyrisht e keni krijuar nga fillimi? Ky është një model i krijuar nga ne, është i ndërtuar nga ne, është inspirim i praktikave të mira, se domethënë ndërtu një sistem nga praktikat e mira. Na shohim diçka mirë në Amerikë, shohim diçka në Angli, shohim në Japoni, shohim diçka në Singapur, shohim diçka në Afrikë apo diçka dhe ideja është me kriju diçka, po nuk kopiohet sistemi në Kosovë. Duhet krijohet uniciteti dhe për çfarë po them që ky modeli jon tash i harmonizuar, sepse kur folim në platformat e universiteteve, për shembull te shoqata e universiteteve thotë, universitetet duhet të jenë ndërmarrëse, duhet të jenë inovative, do të thotë një entrepreneurial innovation based ecosystem university. Po hajde thu, a mundesh me bo, jo se na jemi nga shteti këtë, po a mujna me bo, jo po nuk muj se, unë nuk muj me të ndërmarrje, sepse ndërmarrjet janë tjetër kush, unë nuk i bëj bashkë. Po atëre nëse ai s'mundet, ky mundet, e kështu me radhë, na kemi thënë, okej, atë ta testojmë, na ta bëjmë. Se ne kemi pak mundësin me bo që ata, dhe ne faktikisht kemi bo diçka të mirë, të shpejt, edhe nga rezultatet e fundit. Dhe kjo është ajo që ne shkojmë me një sistem paket në një problem statement. Nuk shkojmë në ndarës. Me shku ndarës, ne nuk e fitojmë luftën, sepse nuk mundesh mu shty shkencëtarisht me Harvardin, me Cambridge në ndarës, sepse ata hynë me vëllime tjera. Po kur shkojsh i ndërlidhën, i komplement